Bledi është 18 vjeç, është nga Lushnja, është jetim, ka humbur nënën një vit më parë. Babai e ka braktisur kur ishte fare i vogël, është pa shtëpi, nuk ka një mbështetje. As mbështetjen e tij atit, i cili jeton jashtë Shqipërisë, por i ka bërë blok, nuk do të ketë asnjë lloj komunikimi jati pra me fëmijën. Bledi kërkon një vend pune. Dhe nëse do ishte mundësia, dhe një vend ku mund të qëndroj. Ema, përpara se të humbiste jetën, i pagoi qeran për një vit. Dhe tashmë qeraja ka përfunduar së paguarja, i ka dalë nga shtëpia, jeton me një shok dhe sot ai ka nevojë për një vend pune. Kush ka mundësi ta ndihmoj me një vend pune apo jo Bled? Po. Për një punë çfarë do të tjerë, ose lavazh ose çdo punë tjetër. Ti vet sa kohë ke që je pa shtëpi? Tani po bëj një muaj gjys. Qysh në fund tetorit, fund shtator deri tani. Po ku jeton? Ke shok. Ai shoku rrimë të shoku që është këtu nga Vlora, se kam shqy vogël që njoh. Jam takuar në ekskursion shkollë dhe jemi rrim bashkë. As po vaj. Cila është kërkesa jote? Thjesht një punë dhe një shtëpi sa me fut kokën, se s'do marr për herë shok. Kjo është kërkesa e Bledit, vetëm një vend pune, edhe një banesë me qera që ta paguaj me punën që do bëj, ose nëse ka një vend pune që mund t'i siguroj edhe strehimin, sepse nuk ka asnjë lloj mbështetje. Siç thash, historia e tij prekse e mamasje, e cila e dinte që do mund të humbiste jetën dhe i pagoj qeran për aq mundësi sa ajo kishte. Ku punonte mamaja më para? Në hotel, në tukë Pilolala, në Lushnjë. Po mamaja sa ko vojti se mundin? Një vit të rish. Ti s'ke vëllezër motra të Jo. I vetëm. Po. Kështu që kush ka mundësi për ta ndihmuar, le të më kontaktoj që ta ndihmojmë Bledin me një vend pune dhe nëse do ishte mundësia dhe me një vend ku ai mund të qëndrojë.